Të nderuar televizionistësh, mirëmbrëma. Sot është mbledhur Këshilli i Mandateve për të diskutuar kërkesën e SPAK për arrestimin e Belinda Ballukut. Një mbledhje që zgjati goxha gjatë, nuk e di kohën saktë, po zgjati. Pra, me këto diskutim gjane, konkluzioni ishte që palët do të dalin me 2 raporte. 5 njëra palë dhe 5 pala tjetër do të bëjnë 2 raporte të ndryshme, ndërkohë ka patur mjaft polemika për gjërat që janë thënë në mbledhje, sidomos për pasaksira në këtë pikpamje. Tjetër gjë thot Gazbardi, kur del aty, dhe tjetër gjë thonë disa media, po dhe media të rëndësishme, përfshi këtu dhe media të rëndësishme. Do të përpiqemi pra të kuptojmë çfarë ka ndodhur dhe sidomos ç'do ndodh në vijim. Në pjesën e dytë do të flasim për protestën e opozitës, që është protesta e 5, ndoshta, ose dhe vjen e 6 shumë shpejt, ditën e shtunë. Dhe do të kemi në lidhje direkte, përveç ekipit që kemi këtu, edhe të ftuar deputetin e Partisë Demokratike në një lidhje direkte që do mbajmë vazhdimisht të fokusuar zotin Gjingjoni. Tani ne do fillojmë pjesën e parë dhe në lidhje direkte me mua, jem ndihmon më njëherë, do të jetë zonja Klodiana Lala. Mirëmbrëma, faleminderit shumë, perdet... Mirëmbrëma, zotëra Rakipi. Të jenë në zyrë. Po. Atëre me që jenë zyrë atjetër, unë nuk do të them këtë në shënjesë, se ti je një njeri mirë rëndësishëm se nga shënjesë trajë të gjitha këto që bënë. Atëre, mirëmbrëma, faleminderit shumë, do të kemi në studio, që pasi të mbarosh ti disa minuta do të pyesim ne, Ermir Gjinishi, Baton Haxhiu, Anditela, Antona Bilegaj, faleminderit shumë. Zotën tonë. Faleminderit. Faleminderit. Tani, zonja Lala, çfarë ndodhi sot në mbledhjen e Këshillit të Mandateve? Dolën lajme sikur prokurorët kanë thënë se Balluku rrezikon, dolën lajme, domethënë se sipas dëshirave, lajmet, kush e godet Ballukun fort e godet. Aty te ty edhe s'ndodh, e kupton, po? Shumë media edhe godasin fort, merrin automatikun edhe në disa media të janë nuk e godasin. Por disa thanë që ishte 35 vite e burg, nëse i mbledh të gjitha. Po tani kaq burg nuk bëjnë as ata që vrasin kanë në sa di unë. Edhe këtë vrasit 25 bëjnë. Dhe kjo duket sikur duke shtuar dhe moshën e kësaj duket sikur të jetë kaq, duket sikur dënon me burgim të përjetshëm. Si ka mundësi tani kjo? Janë të vërteta këto gjëra, çfarë u tha aty? E rëndësishme dhe çfarë konkludonte? Tani s'pari zotëra Rakipi duhet ta nis nga vetja, unë vazhdoj të qëndroj besnike të vërtetës edhe vetëm faktit, kështu që do të ndajmë një vetëm ato detaje të cilat i konsideroj të rëndësishme për opinionin publik, por edhe për ta sqaruar çështjen. Mbledhja për rregulloren Këshilli për rregulloren mandatet dhe imunitetin u zhvillua me dyert të mbyllura për faktin se ishte SPAK që kërkoi një gjë të tillë, duke pretenduar prokurorët, 3 prokurorët e posaçëm, Klodian Braho, që është edhe drejtuesi i prokurorisë së posaçme, Dorina Beko dhe Dritan Prençi, të cilët arsyetuan se duke qenë se bëhet fjalë për një çështje nën hetim, ekziston rreziku që të dëmtohen provat dhe dëmtohet hetimi dhe për këtë arsye ata kërkuan një këshill ose një mbledhje me dyert të mbyllura. Tani në lidhje me pyetjen tuaj, patjetër që ka patur një përdorim të termit 35 vite burgim, por është thënë në këtë kontekst, zoti Braho, në cilësinë e njërit prej prokurorëve të çështjes, duke parashtruar të gjitha argumentet përpara Këshillit të Mandateve Rregulloreve dhe Imunitetit, ka deklaruar ndër të tjera që në momentet e para kur është kërkuar dhe është miratuar fillimisht pezullimi nga ushtrimi i funksioneve për zonjën Balluku, veprat penale për të cilat ajo akuzohej kishin një margj dënimi deri në 10 vite burgim. Duke qenë se më pas prokurorët e posaçëm gjatë hetimeve kanë zbuluar prova të tjera sipas tyre, që e kanë rënduar ndjeshëm pozitën e zonjës Balluku dhe bëhet fjalë për 9 episode të shkeljes së barazisë në tendera që kanë të bëjnë me tenderin për ndërtimin e tunelit të Llogaras, 7 lote të Unazës së Jashtme ose Unazës së Madhe të Tiranës, por gjithashtu edhe për koncesionin e rrugës Tuman-Kashar. Prokurorët kanë thënë që hipotetikisht ekziston mundësia që të ketë një dënim deri në 35 vite burgim, po kjo është thënë në mënyrë hipotetike për treguar që në raport me momentin e parë, kur është kërkuar masa e pezullimit nga ushtrimi i funksioneve për zonjën Balluku dhe ne kemi diskutuar disa herë në studion tuaj, kjo pozitë është rënduar ndjeshëm dhe sot gjendemi përpara fakteve të reja, por edhe dyshimeve të forta për shkelje të barazisë në tendera edhe për lote të tjera. Pra ka qenë ky kontekstin në cilën kanë përdorur prokurorët në mbledhjen e Këshillit.
qartë pati dhe lajme se prokurori ka thënë që të fortët kanë kërcënuar dëshmitarët. Që janë të vërteta apo i shton Gazbardi, sepse një media shumë e rëndësishme, Top Channel, tha që kishte një kontekst shu, si të thuash, nuk ishte vërtet, thoshtë prokurori i çështjes. Nuk marrë përsipër të komentoj çfarë kanë deklaruar mediat e tjera, por ajo çfarë di të them edhe që për këtë mbaj përgjegjësi për vërtetësinë e asaj çfarë do të deklaroj lidhet pikërisht me faktin që prokurorët për të mbështetur kërkesën e tyre kanë paraqitur disa argumenta. Argumenti i parë sipas tyre ekziston rreziku që zonja Balluku të ndërhyjë për të prishur provat, për sa kohë duke ushtruar funksionet dhe ka funksione të rëndësishme si zëvendës kryeministre dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë, së pari, dhe së dyti, ekziston rreziku shumë i lartë sipas tyre të intimidojë dëshmitarët, të cilët në pjesën ndërmuese janë ose vartës ose ish vartës të zonjës Balluku. Në këtë kontekst, prokurorët kanë paraqitur disa përgjime telefonike por edhe ambientale, ku vartës të zonjës Balluku kanë folur aty mes njëri tjetrit se ka dyshime që zonja Balluku është duke përdorur eksponent ose njerëz me rekorde penale për të friksuar dëshmitarët dhe po ashtu kanë ngritur dyshime se janë ofruar para me qëllim që të ndryshohen dëshmit. Por mbetet në këtë kontekst, ndaj zonjës Balluku nuk ka një akuzë të re penale për intimidim të dëshmitarëve, por nga përgjimet telefonike që janë kryer ndaj vartësve të saj ose ndaj bashkëpunëtorëve dhe ish bashkëpunëtorëve të ngushtë, prokurorët e posaçëm pretendojnë se kanë arritur të sigurojnë prova, të cilat sipas tyre çojnë në dyshimin arsyeshëm që zonja Balluku është duke intimiduar dëshmitarët, që është një kriter ose një kusht shumë i fortë që të kërkohet leja për arrestimin e një subjekti, në rastin konkret të zëvendës kryeministres. Kjo kriteri fort... Më falni, nuk e... Kjo kriteri fort e tjera është përdorur pastaj nga gazi si të fortët, ka përdorur dhe të fortët. Të fortët janë kriminalët. Atëherë, nuk ka një eksponent të krimit organizuar që t'jetë përgjuar në mënyrë direkte, por janë vartës dhe ish vartës të zonjës Balluku, të cilët kanë pretenduar se ata janë shantazhuar ose janë intimiduar nga njerëz me rekorde. Se çfarë do të sjellë më vonë hetimi, kjo mbetet për të sqaruar. Por patjetër, në momentin që prokurorët ngrenë këtë pretendim për intimidim të dëshmitarëve, është një kriter ose një kusht shumë i fortë për të bindur kuvendin për të dhënë autorizimin për arrestim. Kështu që ky është konteksti në cilin është thënë. Aty pastaj nga momenti i parë që zonja Balluku more pandehur deri në momentin ku ne ndodhemi aktualisht në këtë bisedë, të drejtë për drejtë ka ndryshuar shumë kushte dhe kritere. Kishte fillimisht dyshime për një akuzë, tashmë ka disa lote ose disa akuza dhe episode për shkeljen e barazisë në tendera, vlera e tenderave që dyshohet pra ketë pasur abuzim është rritur ndjeshëm, bëhet fjalë për miliona euro. Gjithashtu ka edhe një dëshmi të njërës prej vartëseve të zonjës Balluku, e cila pretendon që tenderat i ka kryer në diktimin ose në urdhrat e Evis Berberit, i shkreu të autoritetit rrugor shqiptar, por ndërkohë pretendohet që kjo zonjë, e cila është gjithashtu e pandehur, nuk e di nëse mund ta themi emrin për sa kohë, ajo është një zonjë e cila pretendon se është kërcënuar, është e pandehur për tenderin për tunelin e Llogaras dhe pretendon që është kërcënuar për të drequr dëshmi ndaj zonjës Balluku. Pra ky është gjithë konteksti i asaj çfarë ka ndodhur në Këshill. Batoni thotë nuk është e vërtet kjo, por gjithsesi ne do diskutojmë këtu më pas. Zoti Agjiu ka të drejtën e vet, mund ta debatojë, unë mbaj përgjegjësi për atë çfarë unë them. Jo, nisharim. Për kërcënimin, se kur përmende kërcënimin, fjalët e zotit Bardhi, Uleni pak temperaturën, me cilët se ju doni që ja u them dhe publikisht, po ja u them, uleni temperaturën. Janë dalë si janë të prokurorëve, që s'është e vërtet. Janë të Gazbardhi. Tani, zoti Agjiu nuk ju referova askund zotit Gazmend Bardhi. Unë ju referova burimeve pranë mbledhjes dhe për këtë çfarë unë kam deklaruar mbaj përgjegjësi dhe kam kurajon të përballen me gjithë objektet dhe subjektet edhe çfarë ju të doni, si nga SPAK ashtu edhe nga anëtarët e Këshillit. Kështu që se duket sikur, domethënë, është zbuluar tani e keq, sot kanë thirrur dhe zotin Balla, i cili ka 100 vjet që është ndarë nga Belinda Balluku. Pse vallë thotë apo? Për shkak një hetimi pasuror që ka nisur ndaj zonjës Balluku dhe ligji parashikon që gjithë personat e bashklidhur
do të pyeten dhe do të verifikohen pasuritë. Zoti Balla ka qenë, nëse i referoheni, të gjithë personat e bashkëlidur dhe zoti Sokol Balla, si ish bashorti i zonjës Balluku, është në rrethin e subjekteve që do të kalojnë në filtrin e pasurisë, pra hetohet e gjithë pasuria për shkak të martesës që ato kanë patur dhe është një gjë procedurale normale. Zoti Balla ka qëndruar rreth 2 orë në prokurorinë e posaçme, ka dhënë shpjegimet e tij, në dalje nuk bëri asnjë koment, por që është një procedurë standarde e prokurorisë posaçme. Jemi shumë okej, çfarë pritet? Vetëm një sqarim. Unë vetë kam qenë në prokurori, kur flisni 2 orë, thotë se marrin pyetje, ose te byroja e time, thotë se marrin pyetje aty 2 orë, jo. Nëse ke ndaj 2 orë, marrin pyetje zgjat, 30 minuta, jo më shumë. Jo, okej, mos e diskutojmë të se kam i hyrja, procedura, shkrimi i emrit, pa pajtosh. Po gjithë ato do me thënë e shtojnë 2 orë dhe atje del në një sajt, bile dhe këta të mite këshin ngatruar 3 orë, thosh. Dhe fundi, atje ku këshin marrë, këshin shtuar në një orë e gjysë. Printohet teksti, a pajtosh me tekstin, apo jo, anë nënshkruan, apo jo, shkon procedurë. Çfarë pritet të ndodhë tani, zonja Lala, pyetje fundit, ai qëndron spak kërkesës për arrest pas vendimit gjykatës kushtetuese që lë në fuqi pezullimin e Ballukut. Çfarë kërkon konkretisht? Kërkon vërtet arrestim apo gjë tjetër? Se folëm diçka ne, po nuk e mora vesh mirë. Atëherë SPA kërkon leje ose autorizim për arrestim, por përgjithsisht në rastin e zonjave pra të grave, të cilat janë konflikt me ligjin, përgjithsisht SPA ka kërkuar masa më të lehta se sa ajo arrestit në burg. Pra përgjithsisht është shkuar vetëm në arrestin në shtëpi, për ashtu rastet kur ka krim të organizuar ose kur ka vepra penale që lidhen me krimet kundër jetës ose kundër pronës, pra kur ka vrasje tjera me radhë. Në rastin konkret, nëse do t'jepet autorizimi, gjë që me sa duket nuk do të ndodhë, do të shkohet me kërkesën për arrest shtëpie. Por gjasat janë që kjo të mos ndodhë dhe normalisht SPA i ka duart e lidhura, do të vijojë hetimet dhe më pas do të finalizojë ato për ta dërguar dosjen për gjykim. Pra do të merret telefoni dhe kontroll në shtëpi. Diku dëgjova unë. Mund të ndodhë kjo nëse do të autorizoj kuvendi, por duhet të autorizoj kuvendi edhe kontrollin e banesës, edhe kontrollin personal, që nënkupton marrjen e celularit. Por gjithsesi edhe këtë mas duhet të autorizoj kuvendi. Në një fare shkurtër me Klodin se do të shkputemi. S'kemi? Jo. Nuk kemi. Okej. Klodi, faleminderit shumë. Miru përgjigjeti. Pozitivisht, me thënë. E përdorim shpesh në dikon e kaluar kur punonim gazetar të shtëpit shkruar, e përdorim këtë. Negative në sensin pozitiv ose pozitive në sensin negativ. E përdor të dikush që ishte i rëndësishëm, të doktorin atë kohë, dhe i thosh a i jep të përgjigje që se mërë të vesh, askur se mërë të vesh. Thoshte, mirë është bëhet kjo gazet, se është negative, por në sensin pozitiv, që në ndimon ne. Si koha jonë, thoshte, po, se nuk e kupton mirë lexuesi këtë gjë, shikuesi. Atëherë unë falenderoj shumë që na dhe këto mendimet. Gjitha ditë në ende do të kemi një gjerësisht për këtë problem. Faleminderit, natën e mirë bashkë. Natën e mirë. Atëherë të nderuar, tani pyetja për zonin Lala nuk kishte përveç ndërhyrjes së zotit të Baton. Tani Belinda Balluku është e pezulluar. A përbën ajo rrezik për hetimin? Si ju duket kërkesa e SPAK për masat të mëtejshme ndaj saj? Kush flet i pari? Ta bëjmë në mënyrë demokratike. Atëherë, që po flas, që ta hapi debati. Pa diskutim. 2 gjëra që ndodhen në jetën kohë janë formë presioni. E para ka të bëjë me këtë takimin e paralajmëruar në kuvend, dhe e dyta me ish bashortin e zonjës Balluku, zotin Balla. Pra, e kanë zgjedhur ditën që ndërtojnë rrëfim më shumë se sa që duhet, për arsye se Sokol Balla edhe Balluku nuk besojnë që ka të bëjë me një ngjarje, me një që prokuroria ka nisur hetimet, dhe sigurisht që zoti Balla nuk është i përfshirë në këtë pjesën tjetër. Prandaj, mendoj që prokuroria e ka ndërtu taktikisht presionin shumë të fort, dhe me senso është presioni fort, në s'mund ta quaj shantazh, por është një mënyrë
për të reguar opinionit publik, për të treguar deputetëve se ata janë në kontroll të situatës dhe dinë më shumë sa që duhet. Por, cila është e vërteta? Për atë që, apo po mundohem të thëmë cila është e vërteta e asaj. E para, ajo që ka dalë nga një mbledhje ose nga E vërteta e kujtu ati? që mendoj unë që ka ndodhë sot aty, është që shumica e njerëzve që kanë raportuar, fjalët e opozitës i kanë vendosur në gojët e prokurorëve, ose të grupit e prokurorëve. Po prokurorët i kanë thënë këto, apo i kanë vendosur ta? Nuk kanë thënë prokurorët që zonja Balluku ka bërë presion përmes njerëzve të fortë, larg asaj. Një prokuror, nëse e thot atë, unë po flas me logjikën e thjeshtë. Qartë. Nëse një prokuror thot që është bë presion për njerëz të fortë, njerëz të fortë do duhet të ishin në arrest sot. Prandaj kjo nuk ekziston. Ajo që është e rëndësishme te kjo pikë është që opozita ka pas momentin e vet, sidomos Gazbardhi i cili ka psuar një fiasko në Fier, dhe tash e përdor si arsye të fortë kundër saj, edhe për treguar se Fieri ka qenë një zonë e korruptuar nga një njeri çfarë është, ose nga një grua çfarë është Belinda Balluku. Dhe ky mlef i Fierit pastaj bartet në fjalor, në narracion e tjera përtej asaj që ndodh. Tash, gjëja tjetër që është shumë, është tipike prokurorit për presion, për ta shkatruar idenë e rezistencës, kur ai përmend 9/4 si në matematik 35 vjet burg për shkak se ka përsëritur të njëjtën gjë 5 herë. Unë nuk e di që ka një akt akuz përveç asaj që është folur, ose hetimi nuk është zgjeruar, hetimi vetëm janë përmend, por nuk ka asgjë deri më tash përveç asaj që i është referuar herën e parë, kur është ngrit akt akuza, dhe së dyti tash që po thonë që zonja Balluku duhet largohet urgjentisht për një arsye të vetme, për arsye se mund t'ju bën presion njerëzve të cilët punojnë në ministri dhe mund t'i shërbejnë prokurorisë. Ylli tash, këto janë procese, kjo është një betejë. Çështja është se zonja Balluku është e pezulluar dhe nuk është në funksion që nga momenti kur ka marrë vendim gjykata kushtetuese. E dyta, nëse nuk është në funksion, atëherë kush i pengon hetimet, dhe treta, që është më kryesorja, a do i merret imuniteti, se ajo s'ka nevojë për të jap dorëheqje, se s'është brenda, ose nëse jap dorëheqje e jap për opinion, se ajo nuk ka funksion tashmë, dhe treta, çfarë do bëjmë me Partia Socialiste me imunitetin. Dhe a do tjetë ajo që tha zoti Balla, që imuniteti është i panevojshëm që të hiqet, për arsye se janë plotësuar kushtet që hetimet të vazhdojnë pa pengesë, për arsye se funksioni zojës Balla është i pezulluar. Moralisht, zojës Balluku, moralisht është çështje e zonës Balluku se çfarë vendos me veten dhe funksionin e saj. Politikisht, për mu, rastet që tregojnë trikat e rastet të cilat janë ekzemplar të torturës juridike dhe faktike, ku njerëzit ende u kanë kaluar 2 vjet e gjysmë që presidenti i vendit ende nuk është me akt akuz, me ende nuk ka hyrë në gjykat dhe ende është në paraburgim. Ka hyrë në gjykat, problemi këtu. Proces gjyqësor është. Është në proces gjyqësor, mund pas bëjmë ka filluar procesi. Po qartë. Mund të bëjmë një analizë juridike të çështjes, siç e bëri Batoni, mund të bëjmë një analizë politike të çështjes. Unë mendoj që është më mirë për ne që ta bëjmë analizën politike se juridike. Domethënë, Edhe politike e bëri. po e bëri më shumë juridike se jo pa ka kushte, jo s'ka kushte. Ne ka kushte apo s'ka kushte, nuk e bëjmë dot si bisedë. Edhe se nuk jemi juristë, edhe se nuk e njohim juridikisht çështjen ai shumë. Ne e dim politikisht që majoranca ka pasur një qëndrim në reformës në drejtësi. Që në 2016 kur u bë reforma në drejtësi, pati një mbështetje ndërkombëtare, dha garanci të gjitha forcat politike, por më pas përsa e ndoqi vetëm majoranca, që nga meritimi i atyre ligjeve të famshme
që në 31 gusht 2016, dhe sot ne kemi një qëndrim të majorancës në reformës në drejtësi, i cili është vënë provë. Dhe në këtë provë, majoranca është në mbikëqyrje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian, të cilët janë shprehur hapur, se janë duke pritur se çfarë raporti do mbaj Shqipëria, qeveria, majoranca me drejtësinë. Pikërisht e kisha këtë pyetje unë dhe ti më bëre mirë që e futë i Kjo është çështje. Domethënë unë e kisha me idenë Ne po diskutojmë mos ja heqin imunitetin se thot Evropi. A duhet që ta Holandi ta marrë dosjen për fije për pe ta shoh a ka akuzë apo jo? Apo duhet të mbaj kjo majorancë një qëndrim parimor dhe të thotë, nëse SPAK-u na kërkon këtë gjë, do ja japim ose nuk do ja japim. Pastaj politika penale, hetimi, mënyra si që përdor SPAK-u e tjera janë mund të rishikohen me kalimin e kohës dhe mund të përmirësohen edhe me ligj në bashkëpunim. Megjithëse BE-ja dhe SBA-ja përsëri kanë thënë që nuk duhet preket asnjë gjë nga reforma në drejtësi. Kështu që neve sot vendimin nuk e kemi a bindën ata 3 prokurorët, deputetët apo jo. Ne e kemi, nëse ata e kanë kërkesën të përsëritur, të fortë dhe kërkojnë patjetër imunitetin e zonës Balluku, majoranca duhet të mbajë qëndrim parimor që ka pretenduar se mban ndaj reformës në drejtësi. Pra që do ja japi imunitetin për të vazhduar rrugën përpara. Në qoftë se nuk është e gatshme ta bëjmë me këtë gjë, atëherë duhet ta hap rrugën. Duhet një forcë politike e cila mund ta bëjë këtë gjë, e cila sot nuk gjendet ndoshta as SPD-ja. Po duhet një forcë politike, duhet ta vendosë publiku pastaj. Në qoftë se majoranca të futet në zgjedhje dhe të zgjedhet me këtë temë. Nuk mund të bëjmë ne eksperimente të cilat na kushtojnë vendit, se këto janë eksperimente që kushtojnë vendit. Zgjedhja është votore, Fuqi. Ai ka 83 mandate, 83 mandate, të cilat sot po vjen në një provë që janë shvendimtare për fatin e Shqipërisë në BE, për shembull. Një nga gjërat. Në qoftë se nuk e kalojnë të provë, sigurisht që fati i Shqipërisë në BE ndryshon. Në këtë e ka thënë hapur të gjithë përfaqësuesit e BE-s që kanë ardhur në Shqipëri. Të gjithë. I fundit ishte me Kalister tha, ne nuk kemi këto probleme të brendshme, po e përmendi si. I fundit ishte ky deputeti gjerman që erdhi nga Veriusieka që e tha, e ka thënë sekretari i shtetit për integrimin për Europën. Këtu në tonë vinë njerëz që paguan nga 2 kampet, domos nga të majtët. Sekretari i shtetit për Europën në Gjermanisë për shembull nuk është me Kalister jo. Jo, me Kalister është deputeti, eurodeputeti. Shefi i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian që erdhi. Para tij Kirchbaum, i cili bëri një deklaratë. Përfaqësuesi i delegacionit të Bashkimit të ambasadori Gonzato ka bërë këtë deklaratë po ashtu. Reporteri për Shqipërinë në Parlamentin Evropian. Pra ju mendoni që Partia Socialiste Edi Rama, ta themi më konkretisht, Komisioni Evropian ka bërë një deklaratë po ashtu. Ju mendoni që është përballë kësaj situate? Ne jemi përballë kësaj. Çfarë do bëjmë? Do fillojmë të themi që jo, po reformën do ta rishikojmë dhe integrimin ton BE do ta rishikojmë? Apo do vendosim të zbatojmë parimin dhe të mbajmë atë premtim që në cilët pretendon Rama se fitoi zgjedhjet dhe po e themi që i fitoi. Në qoftë se ai do e lërë këtë, atëherë duhet bëjmë zgjedhje prapë, se ai na tha do hyjmë në BE në 2027. Tela, edhe pastaj tani zoti Gjinishi. Batoni tha që zonja Balluku është e pezulluar nga detyra që ditën që mori vendimin gjykata kushtetuese. Faktikisht nuk është e pezulluar nga detyra. Pra vazhdon të jetë në detyrë, sepse ne nuk kemi një vendim që ka marrë fuqi për ta pezulluar nga detyra. Jo, vendim kemi. Po avokatët thanë që e ka zbatuar pezullimin. Atë Minut. Avokatët thanë sot që e ka zbatuar. Vendim të gjykatës kushtetuese nuk kemi. Jemi në një rezultat barabartë 4-4. Siç është sot. Ai mos vendimin, pa u shpallur nuk ka drejtë ai juridikisht. Tani ajo quhet e pezulluar. Po mi pra ta, okay, pra ta mbaroj. Ajo vetë thotë ta mbaroj si logjik. Një minutë, po ti mbaron pa logjik, po ajo vetë thotë që unë i kam bërë gjitha dorëzimet. Bile kam kërkuar dhe dorëheqjen kryeministit 3 herë. Okej. Tash edhe kjo puna e dorëheqjes është e thënë, po e ka dhënë 3 herë dorëheqjen, 3 herë s'është pranuar, asnjëherë s'është bërë lajm, edhe kjo është një çik kështu. Sinaja. Lajm është bërë, sa e thotë Edi Rama është bërë lajm. Po pra, unë them, e jep herë ditën e parë dorëheqjen edhe bëhet lajm, refuzohet dorëheqja edhe bëhet lajm, e herën e dytë, e herën e tretë. Ne do të përpiqemi të mos jemi double standard, të lutem.
ky është një emision, ju thoni që të doni dhe hajde po deshët marrim ndonjë automatik. Por ne nuk duhet jemi double standard në raport me të gjithë përfaqësuesit që thret SPAK-u. Ndryshe me njërin dhe ndryshe me tjetrin. Megjithatë ti vazhdo dhe okay. Atëherë, po thoja që gjykata kushtetuese ka vendosur që ta pezulloj nga detyra zonjën Balluku me atë vendimin që ka marrë 4-4. Ndërkohë, ky vendim nuk është zbardhur dhe nuk ka hyrë në fuqi. Për këtë arsye po them që ajo praktikisht nuk është e pezulluar. Derisa të marrë vendimi fuqi, atëherë do të quhet e pezulluar nga detyra. Por që nga ajo ditë e deri më sot kanë kaluar 2 javë. Në rast se ne do ta konsiderojmë që është e pezulluar nga detyra që nga data 6 shkurt, do duhet që kryeministri ta kishte zëvendësuar. Sepse kryeministri për 2 javë të tëra, që nga dita që gjykata GKO-ja vendosi pezullim nga detyra, dhe derisa kushtetuesja mori hapi seancën, për 2 javë në rresht kryeministri thoshte që ne na kanë ngelur punët pezull sepse zëvendës kryeministri është e pezulluar nga detyra dhe ajo nuk bën dot asnjë veprim. Tani po bëhen prapë 2 javë të tëra që zëvendës kryeministja nuk merr dot vendim dhe kryeministri duhet ta kishte ndruar. Duhet kishte vendosur një person tjetër në atë punë që të vazhdonte të ishte dhe ministri infrastrukture dhe zëvendës kryeministër. Sipas kërkesës Gazbardit, mirë e keni. Tash ti komentoj si duash, më thënë praktikisht 2 javë ishin atëherë, 2 javë janë tash. Pra mund të ai po bën përpjekje që ta mbajë me të gjitha fuqitë. Sepse këtu e ha edhe ai elementi tjetër. Po ky ti ai analist dhe duhet të thuash pse ndodh elementi tjetër. Pra nuk e kalon detyrën ligjërisht. Po diskuton tani një gjë që ne kemi diskutuar 20 herë, gjykata kushtetuese për turp botës nuk ka marrë vendim. Po për turp botës. Dhe ti thua ka marrë vendim. Po mos marr atë vendimin, është marrë një vendim. Jo, nuk është marrë asnjë vendim. Dhe ka mbetur në fuqi vendimi i SPAK-ut. Pezullimi dhe gjykata kushtetuese ka ngritur duart. Kjo do të thotë që vendi për momentin është ka gjykatë kushtetuese në botë mos marr vendim. Të bëjmë mbledhje të panumërta të mos marr vendim. Qeveria aktualisht është pa zëvendës kryeministër dhe pa ministër. Ka mbetur në fuqi kjo. Mund të zëvendësuar në këtë 2 javë. Tela, ka mbetur në fuqi kjo. Pra po, por dhe duke mbetur në fuqi kjo, zonja dhe përfaqësuesit e saj, avokati i saj thotë që ka bërë dorëzimet. Po pra do po pyes. Hajde të diskutojmë. Po pra po pyes, pse kryeministri që kishte maqt hall të madh për 2 javë në mëparshëm që vendi ishte pa zëvendës kryeministër nuk po e zëvendëson. Do të them. Kaq, kjo është e para. E dyta, sot në Komisionin e Mandateve, që ishte vijimi i asaj mbledhjes së mëparshme, prokurorët, 3 prokurorë kërkonin, duam autorizim imunitetin e deputetes Balluku. Këtë kërkojmë ne. Nuk japim dot llogari ata se si është cilësia provave, sa prova kanë dhe 10 anëtarët e komisionit të gjykojnë. Është saktuar data 5 mars që do të bëhet. Po, që do shkojnë me raport, por do shkojnë me 2 raporte. Dhe këtu vendimin do ta marr, e shpjegoi zotja Bileka, vendimin do ta marr Partia Socialiste që ka votat. Po ose jo? Me çfarë thonë sot? Vendimi ishte kundra. Bileka i tha argumentat, të lutem, që të mos kthehemi në gjëra që janë të kaluar. Po folëm gjykatën kushtetuese, çka ka bërë, mbaroi filmi. S'ka bërë asgjë. Ka bërë një vërë në ujë. Dhe po folëm për këto, domethënë s'ka pikë logjike pastaj. Ne diskutojmë këtë. Bileka i tha një gjë shumë të qartë dhe të thjeshtë. Vendimi tani do të jetë politik i Partisë Socialiste. Vendimi politik është që ditën e parë ylli, jo sot. Domethënë që ditën e parë që shkoi kërkesa SPAK-ut, ishte vendim politik. Kryetari i Partisë Socialiste dhe zgjidhej këtë punë. Po ta zgjidhin si duan ata. Por vendimi politik është që ditën e parë. Nuk ka nevojë të kalojë. Nuk ka vendim deri tani. Duhet të marr vendim politik. Do ta e imunitetin e zonjës Balluku apo jo? Vendim politik me çfarë ka artikuluar kryeministri i këtij vendi për këto vite në raport me reformën drejtësi ka qenë që o të jepte dorëheqjen o ta shkarkonte që ditën e parë. 2 muaj më pas jemi te njëjta pikë. Atëherë që kryeministri i vendit dhe mazhoranca ka ndryshuar retorikën dhe pozicionin e saj ndaj SPAK-ut, kjo është e dukshme. Disa kohë. Republik prokuror është kryer shantazh që i bëhet direkt drejtësisë dhe reformës, dhe SPAK-ut kryesisht. Unë nuk mendoj që ka patur një shantazh nga ana e SPAK-ut, rastësia që në të njëjtën ditë që diskutohet për imunitetin, parlament thritet ish bashorti Kolballa në SPAK. Nuk ka lidhje fare sepse janë 2 kalendare ndryshme. Kalendari i SPAK-ut nuk bëhet në varësi të kalendarit mbledhjeve që bën parlamenti. Është krejtësisht rasti. Nga ana tjetër duhet të them që është një, për sa i përket bashortit, është krejtësisht normale, nuk besoj që ka në çudi, biles nuk do të përbënte lajm fare, sepse njerëzit e afërt do thirren gjithë kur bëhet fjalë për pasuri apo për gjëra, por nuk përbën lajm kjo. Lajm do të përbënte për shembull pyetja
ndërkohë që kemi një hetim edhe për koncesionet e zonjës Balluku, pse nuk thritet zoti Rama? Sepse koncesionet kalojnë me miratimin e qeverisë dhe kryeministit. Ky do të përbënte lajm, mendoj unë. E dyta, për sa i përket çështjes së tendrave ose çështjes së kërcënimeve. Shiko, çështja e Balluku se ne jemi fokusuar vetëm nga një emër. Tu flitet për një mekanizëm, nëse ka korrupsion, se akoma jemi në nivelet e prezumimit pafajësisë. Nuk bëhet me një individ më. Problem politik. Jo, edhe një herë. Këtu bëhet fjalë për një numër njerëzish, varësish, përfituesish e tjerë. Dhe kur flitet për kërcënim, për shembull, Spaku duhet kishte qenë çik më i saktë. E vërtetë është që nuk ka adresuar kush e ka bërë kërcënimin. Kjo do të thotë që mos abuzojmë më shumë se ç'duhet, sepse aty ka shumë njerëz të implikuar, absolutisht varësit, pafund, edhe përfituesit. Kështu që jo domosdoshmërisht është zonja Balluku e cila bën. Nuk qëndron pra. Jo, po ndoshta nuk e ka bërë dhe Spaku. Po, kjo është problemi. Jo, Spaku ka thënë që janë intimiduar. Jo, se tani këtë e thë Gazbardi. Jo, më fal. Dolin në media një pjesë dhe thanë nuk është e vërtetë. Do qëndrojmë te kjo pjesë. Po e marr mirë që Argjiu këtu thotë nuk është e vërtetë. Unë po e marr mirë. Nga ke burimet. Shiko, unë po e marr mirë që. Tash do tha. Po unë po e marr mirë që edhe atë që ka thënë zoti Bardi. Jo, jam dakord me ty. Nuk ka emër nga prokurori më zoti. Kupton? Atë mund të ketë bërë një bandit rrugës. Pyetja racionale që duhet bërë këtu është kjo, zoti Rakipi. Ndërkohë që Spak ankohet dhe thotë që po kërcënohen dëshmitarët. Dhe tjerë, po i marrin mirë qenë 35 vjet burg është rritur mundësia dënimit zonjës, pa e ditë fare, pa e dresuar fare kush e ka bërë kërcënimin. Pyetja është kjo më. Pse nuk arrestohen njerëzit që kërcënojnë? Se kjo është shumë e madhe. Ndërkohë që ne po flasim, ti heqem apo mos i heqim imunitetin një zonje, mos shkojnë zyrë të shesi. Fal ta mërë. Po nuk kemi të sakta ka ndodhur vërtet. Do i marrim të mirëqenia këto burrë. Po jo si marrim se e tha Gazbardi. E tha, Po le ta thot media. E tha dhe Gazbardi vetë që e tha që ata thanë që po bëjmë hetim. Po. Që ai s'mund të arrestojë njëri sepse një dëshmitar ka thënë më kërcënoi filani. Po, ai do hetoj. Duhet ta shojmë ma ka ndodhur vërtet kjo se Spaku ndoshta se ka thënë. Pyetja fundit është kjo, zoti Rakipi, gjithë çështja është pse po ndodhim, pse po diskutojmë kaq shumë për Ballukun. Po se kjo është ngjarje. Jo, s'është ngjarja, është pozicioni që mban qeveria. Qeveria nuk pati këtë pozicion me Ahmetin. Qeveria nuk pati këtë pozicion me ministra të tjerë që janë arrestuar. Pse po bëhet gjithë kjo rrëmuj? Dhe si do ta zgjidhë ky vend? Si do zgjidhë ky vend hetimin? Po një minutë. Ke edhe ministra të tjerë që nuk ikën në burrë atë. Ke ministra, po pra. Dhe nuk pata si problem. Imuniteti e gjëra të tjera. Çështja është që ndryshimi i pozicionit të mazhorancës ndaj drejtësisë na ka krijuar këtë kolaps kaq të madh. Dhe pyetja që shtrohet tu është kjo, ora si do të bëjmë hetimin e qeveritarëve? Këta nuk heqin mandatin. Këta nuk i lejnë të hetohen. Çfarë do bëj Spaku më? Si do bëj? Për mendimin tim, pse i bën, edhe do ta mbyll me kaq. Pse i bën zoti Rama këto pelivalliqe, po i them. Këto ndryshim kursi për dy arsye. E para është një presion, besoj që bëjmë dakord gjithë, është një presion i hapur ndaj Spakut, me gjithë kritikat që ne kemi ndaj Spakut, është i vetmi institucion i cili po funksionon në këtë reformën tonë. Forse dështuar. E dyta, unë mendoj që Rama po e përdor çështjen Balluku për të pritur një moment për të stabilizuar marrëdhëniet e tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është mendimi im. Në momentin që do ketë një stabilitet, sepse është akoma në as misha spesh, kur i thonë. Nuk dihet fare se çfarë marrëdhënie. Kemi moment aty të mos i ngatrojmë. Unë besoj që lobimet e zotit Rama janë më të rëndësishme se sa lobimet që shkojnë deri te një fjalë e Rubios, nga një zonjë aty nga 5 lekë që paguan Partia Demokratike. Po nuk ka. Mendoj që qeveria paguan më shumë lekë për këto gjëra, ditë paguajnë më shumë para, dhe të mos shkojmë te Amerika tani, të mbetemi këtu. Edhe Amerika dhe BE-ja, njëjta situatë, sepse edhe BE-ja ka quajtur testat e historisë. Pyetja është kjo më, si do bëjmë ne me njerëzit e korruptuar në qeveri, kur qeveria refuzon të heqë mandatin dhe refuzon të marrë masa administrative. Kaq është. Si do ta luftoj Spaku korrupsion? Atëherë, një qendrim Partisë Socialiste, të cilin Troçek ja tha Tauland Balla edhe sot në takimin me prokurorët, dhe e ka thënë edhe në publik, por se socialistët duket se do të vendosin standardin e Rumanisë, nuk ka më burg pa vendim gjykate të formës së prerë për të zgjedhurit e lartë. Ky është qendrimi i Partisë Socialiste që shndërrohet në ligj. Kjo është ajo që Partia Socialiste ka vendosur edhe për pezullimin
edhe për arrestimin. Dhe ky do jetë i shënuar dhe i plot fuqishëm në ligjin i cili do të votohet së shpejti. Tash, na mund diskutojmë për këto, por nëse i marrim standardet evropiane, pa dalë të Rumanisë, të gjithë deputetët e të gjitha parlamenteve nuk mund të jetohen pa një vendim të parlamentit. Asnjë. Hiç po më duket një vend që është Luksemburgu, por në vendet tjera nuk kanë. Kurse Shqipërisë, ose në Shqipëri, prokurorët kanë të drejtë gjithmonë të hetojnë pa e marrë qëndrimin e parlamentit. Dhe mund të hetojnë pa fund. Dhe pse Partia Socialiste merr këtë vendim? Mendoj që janë 3 rastet dhe shumë raste tjera të paraburgimit të gjatë të njerëzve të cilët kanë pas funksione publike. Po edhe me fajin e Partisë Socialiste. Ka folur aty Partia Socialiste. Jo, edhe me fajin e Partisë. Karma is the bitch. Ndryshoj standardi është. Karma is the bitch. Për arsye se standardet që kanë kriju për Ilir Metën, është dasht ose tash duhet të përmirësohen. Dhe askush s'ka folë publikisht për Ilir Metën dhe është turp për vendin që presidenti rrinë në paraburgim 2 vite. Turp. Merë. Me gjitha fajat që mund t'i ketë gjykata le ta vërton. Po s'mundet presidenti i vendit me najt 2 vjetë gjysë në paraburgim. Një vit. S'mundet me Velias mund të rinë këtu gjë. S'mundet Këtu ishte dhe kryetari bashkisë mund të rinte këtu. Duke mos mund të rinte edhe vazhdoj hetimin, bëje arrest shtëpijak, bëj gjëra të tjera lehtësira, po s'mundet paraburgim. Nuk është detyrë, s'ka mundësi të prisha si provë. Jo, Rasti presidenti është flagrant fare. është flagrant. Dhe fakti se është i tillë, Velia nuk atëherë Lorion është gjë tjetër sepse është detyrë. çështja e Ka akses në pezullimit, dokumentacion. atëherë çështja e pezullimit dhe burgosjes nuk do të ndodhë më në me Shqipëri, shumë paraburgim. apo nëse kjo është shumë e rëndësishme, kjo lajm, çfarë po ta them? Okej. Kjo është lajm, Thuaj. që nuk do të ndodhë burg pa vendim gjykate të formës e prerë. Edhe gjykata e shkallës e parë mund të merr vendim. kjo? Urdhë? Do bëhet Do hyjë në ligj. Kjo është edhe postulati i Taulant Ballës që ka thonë brenda sot, në publik e ka thonë, edhe e ka thonë qëndrimin e Partisë Socialiste. A ka ligji forcë para vepruese? Kjo vlen për çdo qytetar të Shqipërisë? Jo. Tash. S'ka ligji forcë para vepruese, fare. Jo, s'ka. Edhe nëse bëhet të nuk e kap, se s'ka forcë para vepruese. Nuk po flasim për prapa veprim, se vendimet që janë marrë janë marrë. Para veprim. Po, para veprim. Vendimet që janë marrë janë marrë. Tash, ma këto me trejet. Nuk mund të veprojnë në këtë rast. Kjo që po thua baton, duhet vlej për çdo qytetar të Shqipërisë. Unë po flasë për Kriminali ka për flagrant. Standardi evropian. Qytetarët shkojnë burg, mbushin burgjet qytetarë. Ja. Kjo ideja pra që Edhe para burgimi, ka Mos flagrant, për shembull, nëse edhe para burgimi, përveç se janë, Do të flagrant. përveç kur janë krime të rënda, nuk mund të zjatë më Çfarë, së shkrim. Korrupsioni, së shkrim. shumë i madh. Kur ka flagrant, po çfarë? Po nuk mund të mbash se ish presidenti si sot 2 vjet e gjysmë. Një vit e cash, po nuk ka rëndësi. 2 vjet. 2 vjet. Po është kjo në tetor ose nëntor të 2024 duhet. Po nuk ka rëndësi. Ideja është, Ka rëndësi. jo, ka rëndësi këto i kemi diskutuar. Tani një Ne standard në fakt, ne duhet diskutojmë sot po. Hajde, hapim to dhe i diskutojmë. Këto nuk janë gjëra që diskutohen brenda majorancës. Është një double standard është kjo. Më fal. Nuk janë, një sekond. Këto nuk janë gjëra që diskutohen brenda majorancës si kundër veprim ndaj drejtësisë. Në qoftë se majoranca na e sjell ne si kundër veprim ndaj drejtësisë, atëherë ne kemi një luftë mes drejtësisë dhe majorancës. Atëherë, vetëm Nëse një majoranca kërkon, Abilikaj, ja që thuhet për arsye se do t'i përgjigjem edhe zonës Lale. Ajo që ka ndodhur sot, është biseda, kush janë ata të fortit, është biseda mes 2 vajzave të ministrisë, dhe nuk ka të bëj fare me... Ta thash më dhe unë që janë indirekt, më janë vartë, ta thash. Atë tha dhe Klodiana, pra, është biseda mes 2 punonjësve ku flasin me njëra tjetrën, Vuri gishtin e por ne flasim, për ndikim nga të ne po fortë. flasim Edhe jo ato tha. ne u flasim për çështjen Balluku. Jo, po hapi këtë e mori lotin, se mori lotin. Këto gjëra i kemi parë dosja, nuk e diskutojmë. Se unë nuk dua të hyn argument juridik se është nuk kemi ne të kompetent për atë gjë. Mendoj se jam unë. Ama që unë të di se si është sjell majoranca deri sot me kërkesat e spagut të e dim. Se si Edi Rama sot, pasi i vjen Balluku, thot,
ne do shikojmë kërkesën e prokurorisë, ta shfryttojmë dhe pastaj do marrim vendim. Çfarë shfrytimi do bëj? Shfrytim juridik. Kjo është pra. Pra, ky ka një qëndrim parimor për të çështje apo është juristi që vendos nëse SPAK-u ka drejt apo jo? Ka një qëndrim politik, pra, si majoranca me një qëndrim politik. Dhe angazhimi politik i Edi Ramës është ai i 11 majit që na tha në 2027 ndojmë në Bashkimin Evropian. Dhe tha që reforma të drejtësisë nuk preket. Dhe pa mbushur akoma një vit nga ai mashtrim, na thotë sot do e prekim çik reformën se na teproi, të shohim një marrëdhënie me Ben, nuk ka kështu. Në qoftë se ti do të ndryshosh argumentin me cilin fitove zgjedhjet, na çon prapë zgjedhje. Çështje Balluku shënon përplasjen më të madhe të Edi Ramës me drejtësinë, me SPAK-un konkretisht. Kush rrezikon sipas jush më shumë nga kjo përplasje? Qeveria apo SPAK? Shikoj, në Rumani, po marrim shumë me që e përmendi Baton në Rumani. Kush rrezikon? Se Rumania është një shembull shumë interesant. Kur ishte Laura Koveshi, ishte pikë kjo. Do të kemi parasysh që qenë se kemi nivel... fal, po. Kryeministri Dragnea i Rumanisë akuzohej për punësimin e 2 zonjave në fushatën elektorale që paguhesin nga qeveria, nga fondi i qeverisë. Domethënë ato merrin pjesë në fushatën elektorale të Partisë Socialdemokrate ku ai ishte kryetar dhe kryeministri në atë kohë dhe paguheshin me fond qeveritar dhe zbulua nga drejtoria antikorrupsioni drejtoria Koveshi dhe për këtë arsye ai u akuzua për shpërdorim detyre. Dhe çfarë ndodhi? Ai e dekriminalizoi këtë gjë dhe ishte ndryrje e parë reformën drejtësi. Pasi e dekriminalizoi prokuroria drejtoria antikorrupsion kërkoi që ai jo veprën penale të futjes në burg se u dekriminalizua, por të mos ishte kryeminist dhe ajo u kryetar parlamenti. Dhe ata vazhduan të dekriminalizonin veprat penale, ndërsa u ndërhy me referendum, u bëja protesta madhështore që erdhën gjithë nga diaspora nëse ju kujtohet, e tjera, ju rrëzua, ju kërkua presidenti i vendit që ishte i djathtës atëre bëri referendumin, fitoi referendumi kundër partisë në pushtet, si përfundim Dragnea u dënua, pavarësisht se Laura Koveshi u shkarkua e tjera. Pra, në përfundim mund të themi të gjithë betejave, drejtësia fiton. Problemi është që në qoftë se ne do kemi një luftë të politikës ndaj drejtësisë në këtë nivel siç u bën në Rumani, rezultati do jetë vërtet që drejtësia do fusë në burg në një ministër. Por rezultati përfundimtar do jetë që korrupsioni do zhvillohet. Shikoni Shqipërinë sot, po. Shqipëria sot ka një problem, të njëjtin problem me Rumaninë. Vërtet majoranca po kundër vepron ndaj drejtësisë sot. Në Rumani e bëri dhe u futën be, po vërtet po kundër vepron ndaj drejtësisë, por dhe ne e shohim që drejtësia po reagon dhe po shkon deri në elitë, në nivelet të larta, por raporti Transparency International na jep të perceptimin e korrupsionit më të lartë se çdo vit tjetër. Pra korrupsioni po zhvillohet. Atëherë vërtet mund të futen në burg 2-3 rezultate lartë. Po është kjo luftë kundër korrupsionit. Kjo tregon që korrupsioni është vullnet politik. Nëse ne vullnet politik e kemi që të vjedhim dhe të mbrohemi me kartonat, atëherë nuk ka luftë kundër korrupsionit çfarë do të bëj SPAK-u. Ama betejat e vogla, këto betejat e vogla për të futur një rezultat lart, do fitoj gjithmonë drejtësia. Atëherë të percepcioni Abilere, percepcioni është arsye që njerëzit kuptojnë se po ndodh ose po lexohet në mediume ose po marrin informacion nga diçka. Ngjarjet të cilat për cilët ne po flasim janë ngjarje 21-24. Dhe betejë publike ose lajmet publike janë në vitin 2025-26 kryesisht. Dhe në 2026 njerëzit kanë marrë informacion se në 2023 ka pas kaq korrupsion të nivellet në alta. Beqaj, Erion Veliaj, e tjera. Na, kur flasim për percepcion korruptiv, percepcioni është se çfarë informata merr në nivelin në një moment caktuar, dhe ai moment caktuar është ka të bëjë me të kalumen, nuk ka të bëjë me tashmen. Por njeriu kur e merr informacionin, atëherë thot, këtu pas ka korrupsion. Kjo është e thjesht, këtu që është bëhet sondazhi. Është ndërthurur dhe me sportelin, sepse një njeri që shkon sot dhe kërkon të hap një biznes dhe rrit 2 vjet se hap dot biznesin për 1 letër,
atëre sigurisht do mendoj që ka korrupsion. Nuk menoj që në Shqipëria o në Njeri qatë që shkon nivel. të marri një vërtetim dhe vërtetimi si jepet pa lek, sigurisht do mendoj që ka korrupsion. Kur shohim ne që na hapet traseje një rrugë të re dhe ajo pastaj shkatron edhe rrugën e re dhe rrugën e vjetër, sigurisht do mendojmë që këtu nuk ka diçka që nuk shkon. Nuk ka të vërtet tu. Apo jo? Ka të vërtet. Ne shohim që rruga e sa u mbaruar shkatrohet, atëherë themi prit se këtu diçka nuk shkon. Pra, ky është dhe aktuar korrupsioni. Dhe njerëzit e ndjejnë. Kur njerëzit aplikojnë në AZBR për të marrë fonde dhe nuk i marrin dot, siç ka ndodhur dhe siç na doli ajo Olafit, njerëzit sigurisht që do e kuptojnë që këtu ka korrupsion. Une nuk menoj që ka korrupsion në vitin 2025-26 ma shumë se sa në vitin 2021. As një moment nuk mendoj. Por, se ka korrupsion në brenda qeverisë, kjo është e sigurt. Nuk kemi dilema fare këtu. A ka vullnet? Problemi, problemi është që a ka vullnet që me kriju një standard kundër korrupcion. E para. Dyta, Po e ramën të akshit, ti dhe e kupton, a ka vullnet politikë për të luftuar korrupsion apo? sa është drejtësia e aftë realisht, që momentet korruptive tilla ti adresoj në gjykat. Ka që është historia, se po i shikojmë vendet e Bashkimit Evropian, vendet e Bashkimit Evropian kanë momente korruptive shumë të mëdhaja, por aty drejtësia nuk lën hapësirë fare. Është mrapa teje me njëherë. Dhe s'ka kompromis të ajo punë. Se sa është efektshme drejtësia karshi korrupsionit, ajo e sheh shtetin e fortë apo jo. Se korrupsionin të sunë nalë. Se po këta njerëz janë në Gjermani, po këta njerëz janë në Holandë, nëse 22.6 miliard qarkullojnë drogra ose drogat bardha në Rotterdam, të cilat janë në një farë mënyrë të legalizume, më thoni që si mund të thuhet që aty nuk ka momente korruptive ose afera korruptive. Ka korrupsion. Absolutisht. Çështja është se deri ku shkon drejtësia. Dhe a është e aftë drejtësia ti adresoj këtu gjëra. Por në rast se për këto vende që përmende, po flet për raportin droga drejtësia, në asnjë nga këto vende që ti përmende, nuk mund të ndodhë që një ministër që kërkohet imuniteti të hetohet nga spaku dhe të merret një masë sigurie dhe parlamentit bëhet barikad apo majoranca, shumica të bëhet barikad për të mos e dhënë atë që kërkon prokuroria. Sepse në këtë logjik shkelen të gjitha standardet e atij komuniteti ku kërkon të shkosh të aderosh. Po, vetëm atje nuk ka tortur mranda një procesi. Është e vërtet. 2 vjet. Është e vërtet që në Britani arrestohet edhe vllai i mbretit, lirohet. Çështje morale. Por arrestohet vllai i mbretit. Dhe nuk e vë njëri në diskutim, thot prit se është vllai i mbretit ai nuk Po prek. vetë lirohet nesërmen. Lirohet nesërmen, por arrestohet. Nuk e çon njëri në mendje që do dilte mbreti atje dhe të thoshte vllain tim nuk do ta prekni. Se është vllai im, jemi mbretëri këtu. Kush thot atë? Po pra, ky është standardi që ti nuk e diskuton veprimin. Ti thua që vendos gjykata e ka drejt policia veprimin për ta bë, të zbatohet, thot mbreti atje. Ktu standardi e donte që kur prokuroria kërkon imunitetin një deputeti, ky imunitet jep. Kur e ka kërkuar atë prokuroria? Në rastin fjalë. Cilin rast? Në rastin e zëvendësve ministre, s'ka kërkuar, më jepet imuniteti. Cili ka qenë vendimi i parë i prokurorisë? Vendimi i parë ka qenë pezullim nga detyra. Ka qenë veprimi i parë që ka kërkuar arrestimin për herë të parë? Të pyete prokurorin, por prokuroria thotë. Nëse prokuroria funksionon me 2 standarde, që një herë vendos pezullimin. Pezullimin që është ndërhyrje direkte. Prokuroria në rastin e parë, për zotin Berisha tha detyrim paraqitje dhe bllokim pasaporte, dhe në rastin e dytë tha prit se na duhet arresti. Dhe parlamenti brenda 2 ditësh veproi. Ky parlament dhe kjo majorancë e ka bërë një herë gabimin me Samir Tajerin që nuk pranoi të jepte imunitetin për arrestim e dha vetëm për kontroll banese. E detyruan atë pastaj që të jepte dorëheqjen nga mandati, të ishte fare mandatin që dilte përballë drejtësisë. Kjo majorancë ka treguar tjetër atij. Kjo majorancë ka treguar që brenda 3 ditësh i ka dhënë imunitetin e zotit Ahmetaj, ka detyruar 2 deputet të saj të heqin dorë nga mandati pa shkuar fare në komision. Kështu që në këtë logjik do duhej që kjo majorancë të pranonte kërkesën e SPAK-ut. Pastaj diskutimi, paraburgimi i gjatë, po i bjem kurriz
politikanëve e tjera, ky është një diskutim që mund të bëhet. Jo, më fal. Dakor, por nuk mundet që të jetë reagim. Meqense sot po ndodh kërkesa për arrestim, atëherë ne si maggjorancë reagojmë dhe nuk e pranojmë. Jo, une jam që imuniteti duhet dorëzohet me njëherë moralisht, nuk kanë dilema. Nuk do të diskutoshim pas këtë pjesë fare. Nuk do të diskutonim ne, nëse do ndodhte kështu siç thotë. Ama na kemi ardhur në një pozicion që prokuroria është arrogante dhe edhe me rastin Berisha, edhe me rastin Meta, edhe me rastin Velia, prokuroria është arrogante, është arrogante. Jo, vend është arrogante. Prokuroria prandaj është akuzon, është arrogante, më akuzon. Kemi gjykatë që vendos. Po në rastin në fjalë, ne kemi gjykatën që vendosi. Na mbron gjykata. Ata vendosin, nuk thamë prokuroria vetë. Unë po flas se prokuroria ka drejtën e vet me shku në maksimumin e saj, nuk e kam problem. Pun ka. Por problemin e kam Nuk zgjodhe fjalën e përshtatshme ti, po. ajo prokurori Ta bëjnë akuzë, e cila punon brenda arrogant tani. Ka gjykatë që vendos. Ja po themi se nuk vendos gjykata, ose vendos formalisht. Nëse gjykata dhe prokuroria punojnë në një ndërtesë, në një ndërtesë ku prokurori i shkon gjykatësit në çdo moment në zyrë, që ka të ndalum. Nëse s'është i autorizuar për shku për çështje. Atëherë na po themi se aty janë shkel standardet. Edhe këtu standardet edhe për rastin në fjalë. Pra, edhe nëse maggjoranca do të pranojë të heqë imunitetin e zëvendëskryeministres, do duhet që SPAK-u të shkojë në gjykatë për ta kërkuar arrestin. Po ç'kërkojnë njerëzit se SPAK-u pranon apo jo? Po ç'kërkojnë njerëzit se SPAK-u të njerëz të kushtetuesës? Ç'kërkojnë? Tash këtë se di unë se ç'kërkojnë. Jo, ç'kërkojnë? Këto janë pastaj biseda pastaj problematike. Pra, ne flasim. Siguria juridike në Shqipëri është zero. E po, a duhet të diskutojmë? A diskutojmë? Gjykata duhet të vendos një kriter. Ure diskutojmë dhe regulon dhe këtë. Do të bëj një pyetje, ta bëj një pyetje më shke. Se po humbëm këtu tani më humbim fare. Ne jemi fut në një diskutim që herë shkojmë tek ligji dhe shkojmë te politikë, qasje politike. Është shumë e thjeshtë, çfarë keqe do i vi këtij shteti, nëse ka qeveritar në një minutë, nën hetim, dhe ti heqi imunitetin. Çfarë keqe ka? Atëre për të zbritur. Sepse filozofia e Ramos që ne na bllokohet qeveria, kjo është tmerr. Ska siguri juridike. Ti tani po flet kundër. Siguria juridike është ajo që ty nuk çon burg me një herë deri 3 vjet. Ti po bën një kështu si shkon gjithë, ky është ligji. Gjinish. Bëre një pyetje retorike. Ja, më fal po. Minutë. Ska bëj një pyetje retorike ta ktheni një pyetje. Okej, boja. Që ju keni vërtet një përgjigje Debat. të shkurtër? Boja. Çfarë mendoni se do të bëj Rama në vijim? Cilat janë opsionet e tij, fare shkurt secili? Se kjo që thua ti tani është retorike gjallë. Çfarë i kushton Ramës? I kushton vetja e tij, politika e tij. Po pra pse din ti? Atë thuaj, mos bë filozofi, mos bë filozofi tash, SPAK-u s'është në rregull. Jo, SPAK-u që ka shumë rregull. Qofse kjo historia. Politika shqiptare është o zot. Atëherë hajde t'bëjmë SPAK-un e komplet dhe të vjedhin gjithë pastaj. Prit. Jo. SPAK-u është shumë në rregull. Me këtë qasje që thua ti, SPAK-u që ka në rregull. Po këto duan ta bllokojnë SPAK-un. Kjo cinizëm. Jo, cinizëm është qasja Ramos. Mua mbi qeveria në qofse Gjinish, ne mund të kemi qofse jep dorëheqje një antar i qeverisë, po kjo është tmerr. Në qoftë se beti Shqipëria për një njerëz, se s'ka administrator. Zoti Gjinish. Qoftë ti mendon tani që në këto 35 vjet çka ka ndodhur në këtë vend të gjithë, mblidhen 20 burra. Qoftë dhe burrat më të mëdhenj të vendit këta të botës, dhe ta rregullojnë këtë vend si me Deus ex machina, ndajemi ne bashkë. Jo, po unë them të ecim ja përpara, po shkojmë vitin 90. Unë them shkojmë ja përpara. Themi te rasti Berisha. A e bëri SPAK-u veprimin e vet për me kriju një lloj frike? Po pse frikë më? Jo, po frikë ka kriju. Po frikë se liderin e opozitës kur merr vendim tillë, natyrisht e krijon frikë. Dhe nëse ka kriju një frikë me gabimin e saj, e lën njerin në mënyrë pa drejt në arrest shtëpiak. Mënyrë pa drejt. Kështu hum besimin në drejtësi. Qofse Berisha do kishte pranuar hapin e parë, nuk do ishte në arrest shtëpiak. Në sekond. Se këtu është problemi për mendimin tim, që ne kemi lejuar ca gjëra që kanë tronditur sigurinë juridike të gjithëve, dhe sot themi, siguria juridike zero. Po tani kujtove pra, kjo është histori. Tani kujtove guret tek ty. Pra, këtu është problemi. Kjo është presidenti për shkak të kundërshtisë politike. Kur ne themi që bllokimi i pasaportës është kufizim i lirisë themelore, kjo është vërtet kufizim i lirisë themelore. Nuk mund duar trokasi parlamentit, thotë Mirja bëri Berishës që ja kufizoj pasaportën, s'ka nevojë për një nga parlamentit. E bëri SPAK-u mori një kompetencë parlamentit dhe shumica e duar trokiti. Sot,
kur kjo i kufizohet zënës kryeministres, nuk kanë të drejtë klasin ata. Kjo është siguria juridike e evaluar. Ishtë debati, pra. Dhe hajde diskutojmë sigurinë juridike sot. Por pa vënë rrezik atë që ka bërë deri sot reforma në drejtësi. Një sekond. Për mendimin tim, se me që pjote çfarë do bëj Rama, për mendimin çfarë duhet bëj njëherë, e para duhet vazhdoj atë që ka bërë deri sot. Duhet t'jap imunitetin e zonës Balluku dhe pastaj të diskutojmë, të ulemi të diskutojmë me SPAK-un, me ekspert ndërkombëtar, me opdatin, me opozitën, për sigurinë juridike dhe të bëjmë diçka. Tela, shiko, se ti mori një shembull dhe më shkruajnë, njëri që është jurist. Kjo vllajt mbretit, i thot Tela s'ka lidhje fare se vllai mbretit u lirua dhe jetohet i lirë. Po të ishte në Shqipëri, kalbej në burg, sa i lirë Meta, kalbej në burg, derisa, po do më të gjosh më burg, tani ta mbaroj që më thot. Po i hy pjesës juridike, një krahasim, pushteti, Si pra. pushteti më. Po thoja mbreti, pra. Kalbej në burg, thotë sa i lirë Meta për t'i gjetur provat. Një minutë më, po ta mbaroj më burg. Para burgosur, mos e sa të burgosur. Dhe plus vllai mbretit s'ka asnjë imunitet. Po patjetër, pra. Pryshe nga Sali Berisha, nga Ilir Meta jo, po Balluku, ministri tjetër. Imuniteti pse është shpikur? Imuniteti është shpikur për ballun, po të mbrohesh ndaj mbretit, pra parlamenti të mbrojë ndaj mbretit, pra ndaj u shpik imuniteti. Andi, po çmendet një prokuror, çmendet një prokuror dhe Ti mund ngrit të një ngritë prokuror të pezulloj dhe Donald Donald Trumpin. Imunitetin pa provë. Me çat gjë. Po ashtu. Një sekond. Gjodashi, Atëre pyetja, jo ndaloj këtu, ju lutem. E kategorisë ti mbrohen me imunitet. Ju lutem se humbi kohë. është mbrojtje ndaj akuzave. Çfarë mendoni se do të bëj Rama? Enton fillon dhe nga 5 fjalë secili se Prandaj thash. duhet të iki E tha çfarë duhet bënte. E the. Çfarë do bëj është që nuk do jap imunitetin e... Nuk e jep thua ti. Dhe do kërë një problem i cili mund të na kushtoj shumë sikur të raportet jap. me Bashkimin Evropian. Po sikur të Uroj të jap, unë uroj të jap, Ginish, nuk uroj të mos jap. Unë uroj që duke pas parasysh që edhe opozita dhe pushteti kanë të njëjtat halle me drejtsinë, kam frikë se do vim në një moment që do diskutojmë për një marrëveshje të përbashkët, për një dakordsi të dyja palëve për ndërhyrje në këtë legjislacion dhe pastaj Shqipëria humbet shumë. e kisha këtë pak më pas. Se dia, Pse shikonin Po këtë sepse ndryrën po në të bëjnë legislacion pyetje- si... Nëse ndryrën në legislacion është konsensuale me gjitha palët, edhe juridike, edhe në ekspert ndërkombëtar, nuk ka asgjë të keqe. jo problem. Pse shikoni jo kështu, po thash, bëri marrëveshje, po politika ardhi marrëveshjes O Gjinish, bravo të qoftë. Thash pozit, opozit, thash ekspertët. Bravo të qoftë. Ekspertët po flasin për Ore, tyre. bravo të qoftë se ti e ulur tani dhe në vendin e preqit. Dhe ai thotë është njeriu me entuziazm botë. Dhe thot gjëra shumë të mëdha. Më thënë që do bëhet, Amerika do bëj këtë, do bëj këtë. Ti e ulur aty dhe nuk ndiko ka vendi. Ti mendon tani që këta 20 veta që janë mbledhur aty, do rregullojnë vendin. Që këtë vend Po them atë. ka ikur, Unë po them ka të ikur kundërtën. 100 pas Unë poshtë. po them të kundërtën. Tani Baton, çfarë mendon ti se do ndodhë E para, Rama në çfarë do në ndodhë? disa pika nuk pajtojmë, nuk bën pa reagu. Abilekaj, po i drejtojmë publikut. Problemi është që ngritja këtë akuzës, hetimi për një person që prokuria e bën publike, moralisht se shkatron dhe ai nuk mund të jetë në një post publik, e ka vështirë të jetë dhe ngritja këtë akuzës në publik, e bën ato të paaft. Dhe pastaj, këto gjëra ndikojnë edhe në votë, edhe në sjellje të qeverisë, dhe ajo qeveri është e sulmuar vazhdimisht. Se ajo është një lloj ushqimi për mediat, për jetën publike. Nuk është veç arresti, se arresti është tortur pastaj nëse e bën dhe man para burgim 2 vjet. Kjo është esenca dhe unë mendoj që ngritja këtë akuzës është një akt edhe drejtësie, po edhe moral, se e bën të paaft njeriu me qeverisë. Dhe këto e kam bindje, imuniteti nuk të mbron nga ky amoralitet i qëndrimit në post. Dhe nuk ka edhe në vendin më të korruptuar, me ndërgjegjen më të munguar, kur ngritet një akt akuzë, është akt i rënd drejtësie. Dhe është e vështirë me qëndru ti me këtë akt anë drejtësie. Kjo është ajo që... Parim jam dakord me ty, por kemi një problem. Çështja nuk u zgjidh që Dhe tash, jo vetëm the që bashkimit evropian, veç ta përndaj sot. Pikë shtu do të Tu e tash, ma thuj ti, Anton, të lutem,
në Gjermanin, e cila është me zëshmja të kjo pikë, kancelari i shtetit, në momentin kur e kryen mandatin, bëhet njeri i Putinit dhe shefi Gazpromit për Gjermani. Ma thuj, me cilin akt moral ky vend, më thot se ky akt nuk qenë ka ma korruptiv, ma i rënd moralisht. Se sa qëfar do akti që ndodhë këtu? Ai është njeri i lirë. Ja, nuk është. Kancelari është njeri i lirë, më falë. Kancelari Kurz është njeri i lirë. Asnjëherë. Asnjëherë. A i merë pak ton jetë për atë punë. Ajo është... Si është e mundun. Dhe nëse një akt i hetimit ndaj Ballukut, që e ka ma i rënd se... Pak e rëndësishme kjo. Tu është problemi që në qoftë se kur ngrit hetimi, kur hap hetimi me njerë për Ballukun, ajo do largoj nga detyra pikërisht për këtë arsye të ti. Që është pa mundur të funksionosh pasi ke marrë akuzën dhe bëhesh objekt sulmesh politike dhe juridike, kjo çështje duhet të zgjidhur me njerëz, nuk është nevojë as për imunitet as për. Ja, por qëllimi ishte problem. Çështja u agravua aq shumë sa ne sot e kemi dorëheqjen ose largimin ose imunitetin e Ballukut, një çështje jete ose vdekje, një çështje shumë të rëndësishme në marrëdhënie me BE. Tham çfarë mund të drama. Po, ne tani jemi në një fazë, e japim BE, ose japim BE. Qeveria, socialistat, majorancën, këto, nuk do të lejojmë më këto, do të kthejnë në ligj. Do të kthejnë në ligj para Ballukut të ati. Pas, çështja Ballukut dhe tjerëve ka përfundu. Ka përfundu. S'ke qa bën me ta. Pra më pas... Unë dyshoj edhe për këtë ndryshimin që ka bën kodin e procedurës penale, do ta votojnë apo jo. Edhe këtu kam dilemë. Se varet nuk ke presion nga BE-ja edhe për atë Po menderë Tela nuk do pjerdur shumë për as presion e BE-së, as të Amerikës se vinë bëjnë këtu, kanë 35 vjetë, kanë berë... Ke drejt. Mund të jemi njerë sovran. Mund të jemi njerë sovran, njerë antar BE-je. Po ka gjithmonë. Po do jemi gjithmonë sovran. Asnjë s'ke qenë. Po pra, ti thua tani të bëjmë sovran. Po me jo, më përpara. Ore i këtë, pas Ballukut. Nuk je brenda BE-s edhe thu unë do silem si që ka qef Urbani silem. Nuk sillesh as dot je jashtë, po kërkon të hysh, kështu që po duke trokitë dera do kërkoj çfarë bëj BE-ja anti-sekond. Ore unë kam një pyetje. Do dorëzoj sovranitet. Shko sa e thjeshtë. Është politike 85 milion. Ka asgjë juridike kjo. 2025. Do dorëzoj sovranitet. Shko sa e thjeshtë. E ke dorëzuar më. E ke dorëzuar të të gjitha vendimet Shqipëri kanë marrë ndërkombëtarët. Këtë klasë politike e kanë krijuar përgjithsisht ndërkombëtarët. Të gjitha vendimet kundër kësaj klase politike tani i marrin ndërkombëtarët. Këtu të gjitha kjo është një Shqipëria është eksperiment. Jo vetëm eksperiment. Koloni. Është kështu është guvernanti këtu gjithmonë. Po bën, dakor. Po them. Është çfarë quhet kjo? Po, ka guvernanti. Koloni pra koloni. Është një koloni. Jo, është administrim evropian. Po, nuk është kriju në një forcë politike këtu që të thotë... Jo, mo jo le të marrin përgjegjësi, o zotëri një mes. Po ja mo po e bën Albin Kurti. Dhe merr dhe votat e atyre. Po bërej. Merr dhe votat. Merr dhe votat e kosovarëve për këtë arsye. Shiko sa e thjeshtë. Zotëri, këta le ta marrin mo, se ata dinë më shumë se ne s'dim. Po le të mbajnë përgjegjësi. Ata ngrihen ikin. Bëjnë këtë gjendje që kemi ne tani këtu, të gjithë ata, edhe ikin. Njëri pas tjetrit, ikin. Dhe kaq. Po kjo është... Ne mbetemi këtu. O në mënë në kushtetutë ne votuam. Ore ne nuk e ke votuar ti dhe unë. Ata mund propozojnë që Shqipëria të mos quhet fare republikë dhe ne ta votojmë. Së shfaja dy, është faja unë që e votojmë. Kreshniku më shkruan protektorat se haruan fare dhe fjallën në... Po 120 vota bashkë, edhe pranojnë çdo gjë që u thuhet. Pra këtu kemi një protektorat, por guvernatori nuk ma përgjithësi. Ben, çfarë ti do i qefi dhe nuk ma nasi përgjithësi. Dhe kjo është një tmerr. Tani, po mes pak tani çdo ndodh pas kësaj që po themi që se shumë prej prokurorëve u mbaron mandati vitin e ardhshëm. Me një, siç e tha Bilekaj, me një pyetje. Fillot Tela, mbas 2 vitesh u mbaron mandati. Vitin tjetër më fis. 2027, në dhjetor. Po pra po. Po për nuk ka rëndësi. Atere, kur të mbaroj, tani këta mos mendojnë që bën gabim me këtë, si mendon ti? Shkurt fare. Janë dhe 3 vjetë, baron 2028. Si se mendojnë që bën gabim kush? Pyetja është shumë e thjeshtë. Tani, pas gjithë sërë që ka ndodhur, që ja hanë dhe djathas, në fillim djathas i mblodhën këta e gjithë, pas taj majtas. Këta... Mos mendojnë këta që kanë bërë gabim.
Dhe fillojnë e mbyllin që po këto. Le ta mendojnë që bëjnë gabim, këta nuk kanë asnjë forcë, asnjë mundësi, asnjë shans që të ndryshojnë SPAK-un dhe GKO-n. Për mua, asnjë mundësi, asnjë shans ta bëjnë. Ne? Sakt. Sakt. Po. SPAK do vazhdoj të jetë kështu si është. Nuk ndryshohet. Ta do ndryshojnë bazën... Jo emrin, mo e. Jo Disciplinonin po them, pra nuk kanë asnjë. Ta do mundohen Gjithë kompetencat. E bën nuse me tel, mo tela. Nuk e bëjnë dot. Se kete mbi emrin në afër. Nuk e bëjnë. E bëjnë nuse me tel. Nuk e bëjnë do dot. gryen kompetencat e këtyre. Po për këtë po thotë. Prekin si Do strukturë. me thënë, Edhe po të mo, po edhe një gjë s'ka tjetër. kompetenca. Edhe një gjë tjetër, se Batoni ndoshta i di gjërat më përpara dhe s'kam çfarë i bëj. Por edhe për këtë çështjen e zonjës Balluku, fakti që Komplekse ke këtë tani. Fakti që Jo se Batoni di. e ka zgjatur 2 muaj ca, t'jep përshtypjen që do ta kundërshtojë heqjen e imunitetit. Edhe me çfarë ndodhi sot në Këshill të Mandateve dhe çfarë tha Taulant Balla, prap të gjitha gjasat janë ta kundërshtojnë. Por s'është çudi ylli që edhe orën e fundit përpara se të votojnë, mund të ndryshojë qëndrim PS-ja dhe të votojë pro heqjes mandatit. Negocioj. Ore këtë ta tha Batoni me që se ta tha që deri këtu ka mbaruar, tha, o zotëri. Ishte i Zoti Baton imunitetit. Argjiu të tha ty një gjë shumë thjesht. Tani para 1 minutë e gjysmë. Se ti edhe nuk e filluat mos i dëgjosh më këtë. Kolegun që kanë krah. Ai tha që deri këtu ka mbaruar. Please, deri këtu do thotë deri te. Por më vonë thotë, Do thënë, do hiqet imuniteti. Çfarë Batoni tha, unë Tha, se nuk tha. tha që nuk do hiqet, tha Batoni. Se Jo, tha. Batoni tha nuk vepron. Nuk do ishte, Nëse bati do do bën bëjnë ndryshime ligj. nuk veprojnë të rastet e mëparshme. Dhe kjo është Tu e la ndoshta po, ndoshta jo, Batoni. Do që akuzove Në kot. moment e la ndoshta po, ndoshta jo, por Por ka dhe një gjë deri këtu. ka dhe një gjë dëgjoj. Ylli ka dhe element. Nëse do të kisha mundësi do dëgjoj fjalimin që ka mbajt Edi Rama në 11 shtator përpara Asamblesë PS-së ku shpalli emrat e ministrave. Mbajti një çerekore fjalim vetëm për SPAK-un dhe pastaj kaloi te pjesa e Veliajt. Dhe ai fjalim 15 minuta është në 180 gradë me qëndrimin që ka mbajtur këto 2 muajt e fundit. 180 gradë. Atje ka folur edhe për prokurorët që kërkojnë pezullimin nga detyrat dhe ne do t'i bindemi dhe s'kemi por dhe kush do thot por do dalin nga Velia ti posere. duhet njerëzim, duhet ta dinje te Velia. Ty s'të falet. Duhet ta dinje sepse Velia e kishte filluar të hapte të gjithë njohurit fjalë që tani po ishte mërzitur shumë kur do largohet e dramat që të ikte ky aty. A e kupton tani jemi Po përballë them një tani gjendje para 6 muajsh, ylli, jo para një Jo vit, pasashi. para 6 muajsh qëndrimi i Edi Ramës në raport me atë që është sot është komplet 180 gradë. Ka thonë gjërat komplet të kundërta me atë që çfarë po bën sot. Ore në rregull jemi në shiko ti thuaj çfarë duhesh, të keqen mirë ke, po këtu në këtë rast është shumë e thjeshtë. Ai ishte përgatitur për kryeministër dhe ishin tjetri. më takonin mua disa njerëz, biznesmen që ishin afër aty. Ishin afër Veliut. Punon me Veliun ata dhe beshin njëri në kryetar, tjetri sekretar, thoshin kemi këto detyra, i caktonin vetë. Edhe ne të gjithë, edhe ne të gjithë pasardhësit Më spjegonin mua, pasardhësit fonin. ishin shumë Tela, ishin ishte zëmëruar shumë, më tregonin është zëmëruar shumë që spoliron vendin me Ne drejtë. kemi qujtë kryeministri i Tiranës, po le. Pasardhësi kemi thënë Po gjithmonë. pra tani, se tani, kjo gjë, shiko tani, pra ju mendoni tani që SPAK-u nuk ndryshon dhe kështu. Po gjë në Shqipëri edhe ndryshojnë, badon. Shiko, në Shqipëri, Po në politikë gjithmonë ndryshojnë. mos vini për Politika rastë, dinamike. Nga sa kemi parë nga reforma drejtësisë deri sot është e domosdoshme një. Ajo që tha Baton, për që këto që janë mos dosh me reforma dhe dërë, që duhet të ndahet njerëz SPAK-u me GKO-ja. Nuk mund të jenë në një godit. ore këtu deri tani është dënuar vetëm popullata, mo, Organizëm. deri tani është dënuar vetëm popullata, ata nuk e kuptojnë këtë që po bën SPAK-u me këta. Duhet të ketë ndryshime, duhet të ketë, po ndryshimet nuk mund të jenë as i kundër veprim, as të njanshme. Duhet të jenë konsensuale. Është në interesin e Ramës tua. Të shohin larg. Tela, vetëm një fjali, Tela dhe Meradh. Godina po bëhet, Godina po përfundon, Godina përballë. Sa do ndahen ata. Tani me ç'kuptoni ju, Tela, Batoni Meradh, është në interesin e me një fjali. Është në interesin e Ramës ta godasë institucion tani apo jo? Çi mendoni tani? Kemë gjithë këto gjëra që Ai është garanti po. Interesi i Ramës sigurisht derisa e ka bërë këtë gjë, interesi i tij ishte që të fitojë sa më tepër kohë me këtë ngjarje për të marrë sa më tepër mundësi që ndoshta pas heqjes së imunitetit të zonjës Ballukut ketë kështu një bark 2-3 mujor, 4 mujor, 5 mujor në raport SPAK-ut me qeverinë. Si thua ti? Unë mendoj që mas pak ti Ramës i konvenon kjo, me hap me tej. Unë mendoj që Rama ka qenë i detyruar për shkak që SPAK-u tregu arrogant. Edhe gjykata e paftë. Dhe Rama në gjithë llogaritë e tij humb
jo vetëm Rama, por çdo autoritet politik, çdo forcë politike që godet SPAK-un humb në Shqipëri. Dhe Rama është në humbje. Aq sa nuk di çfarë të flas. Shqipëria është në humbje. Si ka mos Shqipëria është në humbje. Patjetër më, po Shqipërinë, Çelësat e Shqipërisë ja kemi lënë Si ka mos Ramës, vendi pra. preqit më burr. Ne kemi Jo, ka mundësi, ato që janë kratë djathtë, tat ka mundësi se djathtë Ata që janë kratë djathtë, ne. Shikoj, një problem. Për shembull, Gjinishi tani thotë që për Meta është skandal, thotë ai që ka ndodhur me Metën. Është skandal. Po pastaj harron kush e ka bërë skandalin. Thotë SPAK-u spreke. Po. Po SPAK-u ka bërë skandal. Problemi është, Jo, unë thash kompetencat mund preken. Ja. Tani se do ta mbyllim, po? pra, a duhet të shikuar ne nëse nuk kontrollojmë institucionet dhe pushtetet, çdo pushtet mund të marrë kot dhe të rrezikojë me të gjithë. Se duke vënë një shfaqje tani për gjyqin e Nurembergut ndadër, është pikërisht për këtë tregon. Se si një pushtet që te kalon kompetencat Nurembergu për Nurembergu, mund të përdoret aq keq sa të na kthejnë në diktaturë. Edi Ramos i pëlqeu kjo për sa kohë e drejtonte ai lojën, tani që nuk e drejton lojën, ka filluar të përplaset me pushtet. Si opozita, mos në fillim opozita. Neve nuk na intereson kjo përplasje. Ne na intereson ta kontrollojmë SPAK-un dhe gjykon. Jo ta luftojmë. S'po më pëlqen që po thu. Kontrolli është që të E drejton dhe SPAK. E drejton. Në kuptimin që i konvenonte ajo që bën SPAK-u. Edhe po sa ja drejtonte direkt apo jo? Atëherë, Konvenonte. unë mendoj baton që Është neve nuk duhet Se do ta jemi bëjmë, prap javën ta tjetër. instrumentalizojmë, ta shohim do si jemi instrument përsëri SPAK-u, për këto temë por ta ndoshta shohim javën në që vjen. funksion të reformës. Me siguri, se datën Siguri do jemi. Dhe do Se të data flasim 5 tani ne mars është. për sot kaq kishim për këtë pjesë. Ta largojmë këtë pjesë se mund jemi dakord të gjithë. Po e largojmë këtë pjesë dhe po të presim pas një pas fare pak reklamave që shfaqim ne aty, publiciteti, kthehemi te problemet tjera. Problemet mëdha ky vend të gjithë. Ndonjëherë duket ndëruar të shikues sikur s'ka probleme, sikur vrapojmë ne dhe mërzitemi shumë dhe bëhemi shumë trembemi shumë tela, themi s'ka tema, s'ka probleme. Po këtu ndoshta mund kam kuptuar një gjë tjetër, që ka filluar me ndërë të masërshaj njeri për të parë dhe dëgjuar që ndodhë këtu. Edhe popullata vetë, baton e ke vënë re, popullata është bërë shumë indiferente. Do kalojmë të nejnë të protesta, fishek zjarë, molotov, fotografi plot aty, dhe gjithmonë vazhdojnë e njëta gjë, dhe dëgjoja një analistë sot që flisin ata, gjithë ditën kanë folur, pa i po thoshte një gjë të vërtet. Ore, duhet pyetur te popullata, a do të ndroj këtë qeverika, se mos i pëlqen e Tirana, mova. Këse popullatët tjetër, a i tha, e tha i shkreti me shumë më këshu, të një të adyshim duke dhe nuk e di, të televizioni, tha ore, mirë këta që përpikjen në gjitha mënyrat ta dhe nuk u vende njerëzit, po atë duan këta, tha, popullata, të sa ndroj e dramën, me njerë do t'jemi këtu, do të ndihmoj dhe zoti, Tjetër po. dhe zoti Gjingjoni në një lidhje, që do ta kemi vazhdimisht, për të mos e mbajtur si të persekutuar në këtë rast, do ta kemi vazhdimisht mes nesh, edhe do të jetë diskutojmë pjesën e dytë, po diskutojmë edhe për Vjosa Osmanin, i cili Vjosa Osmani, baton, i cili mbeti në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk ka lënë njeri pa takuar e të gjithë, po më duket se po ja futin këte nuk do ta bëjnë. Kanë zgjedhur njeri nga jasharët, nga familja Jashari që të mbyll gojën të mos të gjë dhe opozita. Ka që të zgjedhjet e shkurtit. Edhe opozita është një moment shumë i mirë që opozita PDK-ja dhe tjetra, dhe me thënë, LDK-ja të mos thonë gjë, se s'mund të godasësh Edhe AK-ja më dhjo. familjen e dëshmorit madhe, kupton? Dhe më duket e kanë gjetur kështu dhe ajo i jep dorën kot edhe Trumpit dhe këtyre dhe sekretarit, e nuk e di, do ta diskutojmë dhe këtë problem. Në pjesën e dytë, fare shkurt publicitet e kthehemi.